Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unë Handicap Gjyrë, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini në mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi ditë e mërkurë, do ta shohim eksaktësisht 7 janar për vitin 2026. Me programin e mëngjesit do të kemi mundësi që të qëndrojmë nga ky moment edhe deri rreth orës 9 me gjithë rubrikat e përditshme, titulli kryesor të gazetave. Në fakt, patjetër me interes edhe së pari, mediat online për zhvillimet e rëndësishme edhe në kohë reale, bisedat së bashku për temën e ditës, fokusi në fakt do të jetë tek përmbytjet edhe kjo situatë e krijuar nga rreshtet e dendura të shiut. Në fakt, me një pyetje shumë thjeshtë sipas jush, pse përmbytet, edhe thuaj se pse përmbytet gjithmonë Shqipëria edhe qytete të caktuara. Në rubrikën e të ftuarit do të kemi mundësi që me një ekspert pensionesh edhe të bëni pyetje të drejtë për drejta dhe të diskutojmë çfarë ndryshon me pensionet. E prekëm pak të çështje edhe dytë më parë me një ekspert ekonomie, por keni mundësi që me ekspertin e pensioneve të bëni pyetje të drejtë për drejta dhe të mësoni se sa ndryshon pensioni juaj që nga janari i këtij viti. Parashikimi i modit me shumë interes, parashikimi i yjeve po ashtu. Mirë, duke qenë që të paktën të njoftuara një ditë më parë në një aktivitet apo zhvillim shumë i rëndësishëm, nuk është se pritet ndodhë gjatë ditës sotme, por patjetër ka aktivitete dhe zhvillime që njoftohen dal nga dal gjatë ditës. Ne nisem me njëherë programin me pasqyrën e shtypit. Do ta bëjmë me gazetën Panorama. Së pari, pas ditët e përditshme që na kanë mbritur në redaksi. Do të kemi mundësi të shohim kryer artikullin që ka të bëjë me një ndryshim sa i takon pronës. Dhe kemi kaluar me zhvillim kryesor nga gazetën Panorama në numrin e kësaj të mërkurë për datën 7 janar të vitit 2026. Shitblerja e pronës, rivlerësimi me tatim 5%. Ky pra është ndryshimi. Rivlerësimi me tatim 5%, njihet edhe vjetërsia çfarë ndryshon. Dekretimi i ligjit, pas disa javësh pritjeje dhe debatesh, procesi shumë diskutuar i rivlerësimit pasurive të paluajtshme merr zyrtarisht dritën jeshile. Presidenti Bajram Begaj dekretoi dje ligjin e miratuar më 12 dhjetor të vitit 2025, i cili parashikon rivlerësimin e pronave me një normë tatimore 5%. Të njëjtë për qytetarët ashtu dhe bizneset. Procesi që pritet të nisë gjatë këtij muaji dhe të zgjas deri në fund vitit 2026 synon që të parafrojë vlerën e pasurive me çmimet reale, pra le të themi me çmimet e vërteta të tregut, duke sjellë edhe një regjim të ri fiskal. Në faqen 11 mund të lexoni më tepër, por edhe më sa unë bëra me dije, në një farë mënyrë pra kuptohet edhe ndryshimi. Nicolas Maduro në qeli, Donald Trump shfaqet triumfues edhe ka deklaruar presidenti amerikan: askush nuk na mund, kemi ushtrinë më të fuqishme në botë. Presidenti SBA-ve paralajmëron Venezuelën bashkëpunim ose sulm të dytë. Në foto është Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili pra dal nga dal bën edhe një vit zyrtarisht në zyrë, le themi në pushtet në SBA në këtë mandat të dytë apo me rikthimin në shtëpinë e bardhë. Të gjitha provat kundër Ballukut. Opozita kërkon heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. 9 procedura dhe 1.1 miliard euro të zhdukura. Pra 9 procedura dhe 1.1 miliard euro të zhdukura. Duke mbetur tek i njëjti argument, s'ka me alibi, bardhi thirrjes pak, këmbë ngulni që kuvendi të shqyrtoi kërkesën për lejimin e arrestimit të ministrës. Në foto është Belinda Balluku dhe deputetët e opozitës antar të Këshillit të Mandateve, të cilët edhe ditën e djeshme patën në një komunikim me mediat. Samiti në Paris, francezët do të ndihmojnë për kodin e ri penal. Rama takon presidentin francez Emmanuel Macron. Marrin 30% kompensimi pronave, lista me përfituesit në 7 qytete. Zhvendosemi në tjera zhvillime që jo detyrimisht kanë të bëjnë me aktualitetin. Nga Zlatko Kramaric, post-totalitarizmi, Arjan Leka dhe shpirti europian, deti, izolimi dhe imagjinata kombëtare. Në këto momente zhvendosemi në rubrikën Histori dosier, torturat ndaj 27 vjeçarit. Vdekja në burg e mësuesit Qemal Dracini më 1947, çfarë përmban dosja gjyqësore, numër 1623 fraksion 6 e sigurimit, më tepër në faqen 17. Opinionet e ditës me interes. Patjetër, momentalisht do të shohim atë që pasqyrohet në faqen e parë.
A vdesin diktatorët, kjo është pyetja, apo opinioni, shkrimi, qëndrimi, analiza që vjen nga Rudolf Marku, pra a vdesin diktatorët, nga Rafael Floqi mund të lexoni, doktrina Monroe është kthyer, Amerika po e zbaton, dhe nga Alvi Musaraj, kur ligji ndërkombëtar troket në derë. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet e gazetës Panorama, i bëm me dije gjithçka që pasqyrin faqen e parë. Zhvendosemi me gazetën Tema në këto momente. Në fotën kryesore të gazetës Tema është ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton, pra Silvio Gonzato dhe Klodian Braho, drejtuesi i ri i SPAK, i strukturës posaçme antikorrupsion. Bëhe në SPAK, vendimtare garantimi standardeve të hetimeve. Pra Bashkimi Evropian në SPAK ka takuar pra ambasadori drejtuesin e ri dhe për Bashkimin Evropian vendimtare është garantimi i standardeve të hetimeve. Më tepër lexoni në faqen 3. Shohim të tjera zhvillime. Berisha shikon veten tek Maduro, Çupi, forcat Delta mbrojtën Shqipërinë nga Saliu. Rama takon ministrin francez të drejtësisë bashkëpunim për reformën e kodit të ri penal që bëri vërtetës ai drafti jetur për diskutim. Ka pasur shumë reagime, shumë debate dhe shumë kundërshtim. Gramoz Pashko, a erdhi koha të formohet një parti e re demokratike, mund lexoni në faqet 10-11 dhe jemi në rubrikën Histori Dossier. Plagoset me thik, ushtari Amerikan në Itali shoqërohej nga një shqiptar. Antena brenda familjes, një rubrike përditshme në këtë të përditshme, Muli bën projektin për Delta Forcën e Sorelit. Përmbytet kati parë i burgut të Durrësit, zhvendosen të paraburgosurit. Nga Amerobaze mund lexoni kemi kaluar tek opinionet e ditës. 3 pika të dobta të SPAK që drejtuesi i ri mund t'i korrigjojë. Pra, Amerobaze, botuesi i gazetës Tema, shkruan 3 pika të dobta të SPAK që drejtuesi i ri, sipas tij, mund dhe duhet i korrigjojë. Nga Destrada Metaj vjen opinioni me titullin Ëndra për fundin e Ramës dhe paftësia për ta rrëzuar realisht qeverinë e tij. Opinioni fundi që do shohim gazetën Tema vjen nga Namir Lapardaja, përmbytjet në vend, nxjerrin në pah kaosin urban 35 vjeçar në Shqipëri. Situata të vështira në fakt gjatë ditës djeshme që ne këtu në Report Televizion që në orët e parë të mëngjesit edhe kryesisht gjatë mesditës i kemi ndjekur me vëmendje e dje kryesisht në Durrës. Ndërkohë ishte gjithçka edhe për gazetën Tema me numrin e kësaj të mërkurë. Zhvendosemi me gazetën Dita. Zhvillimi kryesor në gazetën Dita eksaktësisht në fakt ka të bëjë me përmbytjet apo me të çfarë ndodhi gjatë ditës djeshme. E shohim në ekran dhe me mënyrën se si e trajton, sepse gjithmonë e them që themi gazetat të ndryshme, media të ndryshme, të njëjtin çështje e trajtojnë edhe në mënyrën e tyre, edhe si linjë editoriale, por edhe me reagimet që marrin. Situata e rëndë dhe analiza, përmbytja e ujit dhe ajo e ndërgjegjes. Pra ky është zhvillim kryesor, shoqërohet edhe me një foto, dhe në këtë foto fakt shumë kuptim plot në mes të ujit një njeri, ndoshta një baba ka një fëmijë në dorë që të mbuluar me batanie, pra le të themi nxjerr në anën tjetër besoj të rrugës. Përmbytja e ujit dhe ajo e ndërgjegjes. Po shpenzojmë shifra të jashtëzakonshme në investime publike, por situata në terren përsëritet, ku shkojnë kaq shumë miliona, problemi nuk është më natyra. A mund të vazhdojmë të fajsojmë për këto përmbytje të përvitshme, rreshjet e dendura apo edhe fatin e keq? Një analizë për skemën që rëndon më shumë se moti. Lart ndahet pushteti dhe fitimi. Poshtë ndahet zemërimi dhe përçarja. Nga faqja 3 deri në faqen 5 mund të lexoni më tepër. Zhvendosemi në pjesën e sipërme, jemi me gazetën Dita. Dekretohet ligji për rivlerësimin e pasurive, por zbatimi nuk pritet të nisë në janar. Mira familjet interesuara, por koha reale në dispozicion të qytetarëve për të përfituar nga rivlerësimi do të jetë më e kufizuar se sa ishte parashikuar fillimisht. Rubrika e majta e sotme dhe pushteti që lindi nga gryka e Pushkës. Pyetja mbi Venezuelën, dhunën dhe luftën e dytë botërore. Përgjigja e kryeredaktorit të gazetës Dita. Zhvendosemi në brëndësi nga doktor Tritan Kalo mund të lexoni postimi detyruar, por jo i dëshiruar. Pushteti dhe kontrolli politika amerikane sipas Farid Zakaria. Zhvendosemi me rubrikën e shëndetit edhe gjitha këto zhvillime i kemi në ekran. 5 ushqime të cilat ata që shkojnë 100 vjeç nuk i hanë.
përfundimin e një studimi në 5 zonat e globit ku ka më shumë shekullor, pra 5 ushqime të cilat ata që shkojnë 100 vjeç nuk janë, ndoshta do të thotë që mund të jenë të dëmshme. E kundërta, besoj përgjithësi, lexoni më tepër në brendësi. Këshilla dhe ushqimi, gjumi mirë më shpesh vjen nga kuzhina. Çfarë ndodh? Temperatura e darkës zhduket në mëngjes. Fenomeni, kurthi me kazinot online, si po na zhvatin mashtruesit në Facebook. Bëni kujdes, do humbni jo vetëm parat, por edhe të dhënat e llogarisë bankare. Dhe së fundmi, sa i takon gazetës Dita, zgjerohen hetimet nga prokuroria, aeroporti i Vlorës, dyshime për fryrje fondesh dhe shpenzime për punimet pakryera. Ndërkohë, dje dolën njoftime se mund të prenotohen biletat e para të udhëtimit në linjën Vlorë-Zyri. Hetimet që kanë nisur për mashtrim dhe falsifikim kanë marrë një tjetër rrjedhë. Me këtë zhvillim përfundojmë edhe gazetën Dita dhe me njërë hidhemi zhvendosemi në gazetën Telegraf, është e radhës. Shumë së pari krye artikullin, në 35 vite, epoka e maskarejnëve është i vetmi aktivitet që kemi. Pra edhe njerë, me gjithë e shihni në ekran, në 35 vite, epoka e maskarejnëve është i vetmi aktivitet që kemi. Flet doktor Vladimir Mici. Problemet ekonomike vijnë nga degenerimi përditshëm moral i elitës politike, humbja e perspektivës dhe qasja ndaj problemeve ekonomike me diletantizëm. Kemi 35 vite dhe ngelëm në fund. Kjo do të thotë që këta politikanë ose nuk din të drejtojnë, ose nuk janë të interesuar për mirëqenie. Mendoj se vitet e mbetura të qeverisjes do të jenë po një lloj në paga, në pensione, me kujdesin shëndetësor mizerabël, sistemin tatimor jo efektiv dhe mekanizma ekonomik që synojnë bllokimin e prodhimit vendas. Në faqen 6 e lexoni të plot këtë qëndrim të zotit Vladimir Mici, pra epoka e maskarejnëve, i vetmi aktivitet që kemi gjatë këtyre 35 viteve, gjithmonë sipas tij. Kryeministri Rama, në samitin e koalicionit të vullnetmirëve për Ukrainën në Paris, takon Darmanin, Franca, asistencë për kodin penal. Darmanin, askush ndoshta nuk e di, po takon ministrin e drejtësisë së Francës, sepse ka kërkuar pra ndihmë për kodin e ri penal. Flet doktor Gëzim Tushi, ja 6 fenomenet e 2026 nga familja dhe problemet e saj, politika e migracioni, plake e popullsisë, të moshuarit dhe krimi. Profesor doktor Afrim Krasniqi, shqiptarët e kishin ndarë mendjen, votuan njësoj si 45 vjet më parë. I dhanë PPSH-s 67.6% të mandateve në parlament. Ja historiku, dhe më tepër mund të lexoni në faqen 5 kush ka interes. Aktualitet, skandali në NATO, kompania izraelite që mori tenderin në Shqipëri pezullohet për korrupsion dhe lëshohet urdhër arrest ndërkombëtar. Gonzato takohet me Brahon, kreunës PAK të forcohen hetimet. Nafta që vret shpërthejnë sëmundje tumorale në Patos Marines. Alert në B, kafja Prince Kafe me substanca të rrezikshme. Zhvendosemi në një analizë nga Peter Taste. Shqipëria, xhevairi pa çmuar mjedisor, por burokracia dhe zyrtarët e pabindur po nxisin degradimin e saj, duke kthyer vendin në një rrjet të paqëndrueshëm e të kërcënuar nga turizmi luksoz prej betoni, që rrezikojnë ekosistemet toksore dhe zonat e mbrojtura detare. Shiu mbulon fasadën 2 miliard euro të rilindjes urbane. Pra edhe njëherë, Shiu mbulon fasadën 2 miliard euro të rilindjes urbane. Shoqërohet edhe me foto. Shqipëria noton në nuj. Realiteti që shkatron më shumë se 150 familje çdo vit. Jashtë u rrëmbyen miliardat nga buxheti, që nisën më 2013 me 360 milion euro dhe përfunduan në 2025 me 2 miliard euro. Lista me përfituesit më të mëdhenj të rilindjes urbane, pra i projekti rilindjes urbane kryesisht për qendrat e qyteteve, mes të arrestuarve për skema mashtruese. A do jetohen kompanitë për punimet pa standarde, me sheshe, trotuaret, kanalizimet, kolektorët, hidrovorët, e deri tek ujësjellësit që paguajnë miliona euro paga për çetat e patronazhistëve. Në faqe 2 dhe 3 vjen më shumë ky zhvillim, mund të lexoni me detaje. Mjeku në familje, ja 7 mënyrat e reja që ulin tensionin e lartë dhe 15 metodat për një zemër të fortë gjatë pandemisë.
frutat thata për diabetikët dhe mjekimi për ëndjen e këmbëve dhe prostatën. Mozaik dhe aktualitet alarmi, në treg janë hedhur ilaçet skaduara, çfarë të keni kujdes, shpallet në kërkim pronari i Megatek i arsyeja sport, ish futbollisti kuqezi Altin Rakli, mbrojtja, Chelsea arritjeve, botror 2026, ja ndeshja e radhës për Shqipërinë. Opinionet dhe komentet e ditës nga doktora Gjimnesha mund të lexoni. Krimi dhe karteli i Sinaloas do të rëndistin Shqipërinë. John Bruçi shkruan parashikimi kadares për pashallarët tanë modern. Përfunduam edhe gazetën Telegraf, gjithmonë e them memorinë e zhvillimeve, në fakt për vërtetës asnjëri bezdistur, por është gazeta që më shumë ka zhvillime në faqen e parë. Jo thjesht krye artikullin, por edhe ato shpjegimet apo nëntitujt që ne i quajmë. Hidhemi në Panorama Sport me zhvillimet kryesisht nga futbolli, edhe do të shohim së pari krye artikullin që ka të bëjë me kampionatin dhe me një intervistë me Luan Pinarin, i cili deklaron: Dinamo do titullin, na ndihmon për grupet. Drejtori sportiv i Ndetses premton afrime, por do të ketë edhe largime. Kualifikimin e Europës për shqyllim mësuam nga e kaluara. Kuqezint Mercato shpëtim për legionarët, që do të thotë futbollistë ekipit kombëtar, të cilët në janar mund të ndryshojnë skuadër dhe sipas këtij materiali në Panorama Sport mund të jetë pra kjo ndryshimi i skuadrës një lloj shpëtimi. Egnatia e para, kategoria superiore 66 në rang botror. Kampionati ynë pas Greqisë dhe Serbisë, por kalojnë fqinjet shumë poshtë, dy kategoritë e tjera, e para dhe e dyta, Murlani renditët e fundit. Ka dhe një skuadër pra me emrin Murlani. Tirana, Redon Gjigje e mbyll për 2-3 ditë Halili drejt Bardhe Bluve. Zhvendosemi tek Verde Blut, Cague Tremb Elbasanin gati shitja në janar. Partizani, vlerat e reja në treg të kusht pësojnë humbje. Mbetemi me futbollin në vend. Ish lojtari, Xhahysa Vllaznia ende në garë për trofet. Vlorë, Flamurtari blokon largimet me klauzolat kontraktuale. Rogozhinasit, Apolloniasit test, Egnatia me Skubës dhe kampionatit. Formula 1 ish piloti Ralf Schumacher voton Alonson kandidat serios për titullin kampion. Kalojmë tek zhvillimet nga futbolli evropian, i kemi këto momente në ekran me ndeshje që janë luajtur, për ndeshje që janë zhvilluar. Itali, Juvja, pra Juventusi likuidon Sassuolon, Vlahovic tek Milani. Në Serie A, Lautaro, Pulisic e Hojlund titullin e vendos Bomberi. Në Spanjë, Flick fiksohet me Superkupën, Mbappé humbet Atletikon. Angli, Chelsea gjen trajner, vjen misteriozi Rosenjor. Mirë, këto ishin gjitha zhvillimet edhe në Panorama Sport. Ne vjojmë pasqyrën e shtypit edhe me zhvillimin e Korales që përmenda në këto momente pra me mediat online dhe do të jemi me shqiptare.com patjetër, faqen zyrtare në internet, duke marrë edhe zhvillimet më të fundit të shkaktuara po të krijuara si pasojë e motit keq, kryesisht e rreshjeve të shumta të shiut. Vllumi Vjost në fakt ka dalë nga shtrati në një nga zonat, në zonat e pazarit, 6.8 metër pra ka rritur. Në foto është tura e Mifolit. Lumi Vjosta del nga shtrati tek tregu pranurës të Mifolit. Niveli ujit arrin në 6.8 metër, bllokohet edhe rruga Kot Sevaster në fshatin Vajzë të Vlorës. Këto pra janë të gjitha zhvillimet që ne i përcjell edhe kolegu Armand Xhelili, me të cilin do të kemi mundësi që të komunikojmë edhe pak më vonë për të parë me pamje dhe me detaje të gjithë situatën. Pra Vjosta del nga shtrati pranë urës të Mifolit, niveli arrin në 6.8 metra. Do detajet do të marrim pak më vonë edhe me kolegun Armand Xhelili, por edhe me kolegë të tjerë. Mbetemi në shqiptarja.com në tjera zhvillime, por duke ndalur tek një argument. Edhe nesër, pra edhe sot, rreshje intensive në Shkodër dhe Lezhë kryesisht. Anira Gjoni bën me dije se të njëjtën pra nesër do të kemi një përmirësim të motit, por do të ketë një rënje të temperaturave.
Përmbytjet në vend, Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu për Report Televizion, situata në Gjirokastër është kritike dhe me të vërtetë gjatë orëve të mbrëmjes Gjirokastër ka pasur situatë shumë të vështirë, kaskada e Drinit është e qëndrueshme pranë verit të vendit hidrocentralet, s'ka probleme në argjinatura, ka deklaruar Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu për kolegun Denis Minga dhe për programin Repolitics. Ndjes me zhvendosjen e materialeve në shqiptar.com, keni në fakt ata që shohin edhe nga kompjuteri apo nga laptopi, kanë me slajde shumë zhvillime që mund të kalojnë tek ato shumë thjesht. Policia kryen aksion blitz në Fier, 2 të arrestuar zbulojnë kallash, granata, pra Kalashnikov, granata, pistoleta dhe qindra fishek. Shiu Rëmbyshëm merr përpara qytetarin në Gjirokastër për mbytet e zona ure lumit, për shohim edhe në foto çfarë situatë të vështirë kemi pasur në Gjirokastër. Mirë, këto ishin zhvillimet në shqiptarja.com, faqen zyrtare në internet, lumi Vjos, pra në zonën e urës të Mifolit ka dalë nga shtrati 6.8 metër niveli dhe rreth orës 8 pak më vonë do të marrim të gjitha detajet. Nga shqiptar.com e vjen pasurinë e shtypit dhe ndalemi pak me kohën ditore për zhvillimet në rajon. Në Kosovë, shohim se çfarë situata apo zhvillime kemi atje. Edhe në Kosovë, në fakt ndoshta rajoni i Ballkanit, vënë rajonit Ballkanit, kanë situatë me motin edhe me rreshjet e shiut. Shkaku i vërshimeve shtyhet procesin mësimor për 12 janar për gjitha shkollat. Imagjinoni, ndoshta të lexuar pak më me detaje ky lajm, vërshimet për mbytjet, shtyhet procesi mësimor për në 12 janar, për të në ardhshme në të gjitha shkollat. Mirë, po mundohen të futem pak në brendësi për të tjera detaje. Fillimi i procesit mësimor për gjysmë vjetorin e 2 është shtyrë deri më 12 janar në të gjitha komunat e vendit në Kosovë për shkak të rreshjeve dhe kushteve të vështira në disa zona. Pra në Kosovë, për shkak të, ju lutem të kthehem pak në studio që të kthehem pas edhe me kohën ditore, dhe zhvillimi, se patjetër që është lajm në Kosovë për shkak të përmbytjeve dhe vërshimeve të ujit në të gjithë vendin, është pezulluar i gjithë procesi mësimor dhe do të nisë pra të hënën e ardhshme në datë 12 janar, që do thotë edhe Kosova situatë vështirë. Vërshime në gjithë Kosovën, përmbytje, më mirë të themi, gjendje jashtëzakonshme në 2 komuna. Përfundon numërimi votave me kusht dhe personave me aftësi të veçanta, edhe ky është një zhvillim. Mblidhet shtabi emergjent në Mitrovic pas situatës të rënduar nga vërshimet. Ne themi në Kosovë, ne themi përmbytje më së shumti, ata e cilësojnë me këtë fjalën vërshime. Kështu që jo vetëm në Shqipëri dhe në disa qytete në vendin tonë, por edhe në Kosovë nga rreshtet e shiut dhe nga përmbytjet për vërshimet e ujit kemi pas situatë vështirë ku procesi mësimor në të gjitha komunat është pezulluar deri më datë 12 janar në Kosovë. Hidhemi në këto momente me njerë me interes patjetër tek zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Shohim së pari Corriere della Sera, një nga mediat më prestigjioze italiane, sa të kemi mundësi që edhe këto reklamat që dalin në faqen e parë le themi ti largojmë për të parë zhvillimet kryesore. Kemi 2 çështje në fakt, Venezuelën po, por gjatë ditës djeshme zhvillim dite ishte edhe Ukraina. Takimi në Paris, plani i vullnetmirëve, pra një grup i shteteve të Bashkimit Evropian cilësohet i tillë, apo është quajtur i tillë si vullnetmirë për të përfunduar luftën në Ukrainë, dhe di është firmosur edhe një marrëveshje dhe ka një plan të vullnetmirëve për të cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë aprovuar, kanë thënë po për garancitë për Ukrainën, për Kievin. Dhe çfarë ka ndodhur? Së pari firma në Paris dhe në Londër, dhe ky plan ka të bëjë me së pari pra një lloj armë pushimi dhe më pas dërgimi i ushtarëve, sepse është firmosur një marrëveshje për një trup le të themi shumë komshe paqëruajtëse në Ukrainë. Atëherë zhvendosemi tek qëndrimet e presidentit amerikan, plani i Donald Trump për të marrë Groenlandën para edhe mbështetje nga separatistët, por ka edhe një opsion ushtarak që ka përmendur Marco Rubio, pra që SHBAT edhe mund të ndërhyjnë në një farë mënyre edhe ushtarakisht në Groenland. Këto ishin disa nga zhvillimet kryesore në Corriere della Sera, por shohim edhe të tjera. Sa i takon Italisë në fakt edhe moti të keq, në rajonin e Toskanës ka pasur rreshje të dëndura
dëbore, ka edhe blokime në Firenze, që është një qyteti kryesor në rajonin e Toskanës, ndërsa Donald Trump ka deklaruar që Venezuela do t'i dorëzojë SBA-ve nga 30 deri në 50 milion fuqi naft. Besoj kjo fjala barili fuqi naft kështu është e sakta, dhe nga ana tjetër janë edhe kërcënimet e Donald Trump për Kolumbinë dhe Meksikën. Por zhvillimi i minutave të fundit në lidhje me Venezuelën është ky. Trump ka deklaruar që Venezuela do t'i dorëzojë, pra do t'i japë Shtetet Bashkuara të Amerikës 30 deri në 50 milion fuqi naft. Zhvendosim pak në La Repubblica për të marrë të tjera zhvillime në arenën ndërkombëtare, pak a shumë këto janë, por i shohim edhe në mënyrën se si pasqyrojnë në median tjetër prestigjioze italiane La Repubblica. Dhe ka diçka në fakt këto çështjet e nxehta thuhet në këtë artikull, por në foto është Groenlanda që është shumë e ftohtë. Marco Rubio, sekretari amerikan i shtetit, ka deklaruar që Trump dëshiron që ta blejë Groenlandën, ndërsa Shtëpia e Bardhë paralajmëron që nuk përjashtohet as në një operacion ushtarak në Groenland, në një territor autonom, por që i përket në fakt mbretërisë së Danimarkës, është në Amerikën Veriore, gati pranë Kanadas dhe ka një territorin sipërfaqe shumë të madhe. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore, sepse edhe në Corriere della Sera morëm mjaftueshëm zhvillimet e rëndësishme në arenën ndërkombëtare. Dhe kjo ishte gjithë pasqyrja e shtypit për ditën e sotme edhe me zhvillimet në kohë reale për situatën që kemi nga përmbytjet në Shqipëri dhe në Kosovë. Një hapësirë me reklama në këto momente shumë shkurtimisht, disa këshilla biznesi por me shumë interes, dhe rikthehemi për të vjuar me shtypi ditës dhe jo. Jemi në studio, por do të zhvendosim me pamje drejt për drejta në rrugët e kryeqytetit dhe në komunikim me Eldin nga Taxi Lux Albania. Eldi, mirë mëngjes, të përshëndes, besoj dita e djeshme që njerëz zakonisht e vështirë, megjithse për çudi, por shumë mirë që ishte ashtu në drek, nuk e di, nga ora 14 deri në orën 15, unë vetë kam lëvizur në qendër përmes qytetit dhe kishte një situatë paktën atë orë pozitive, edhe mbi gjitha çfarë situate kemi momentalisht. Pandi mëngjes të përshëndesur e ditë mbar. Faleminderit. Për momentin ka prezencë trafiku, jo si e presioni lidhjes parë ditën e djeshme që ishte shumë problematike. Unë kam lëvizur të paktën 7 kilometra në Tiranë. Të tre akset kryesore kanë zhvillime, sipas renditjes rruga Durrësit, rruga Kavajës dhe rruga Elbasanit vinë në bazë nivelit trafikut. Pra më shumë rruga e Durrësit në 3 drejtime, si nga Shtiri për si pikë referimi Shesh Shqiponjës dhe zona aksesit Skamzës dhe Durrës Tiranë që shumë makina kanë drejtimin për të ardhur drejt qendrës Tiranës. Ndërkohë kombinat Pallat Mesgjidha është trafik i rënduar, pra vetëm krahu i djathtë që vjen deri tek Pallati Mesgjidha, më pas i gjithë udhtimi për në qendër është i kalueshëm. Po ashtu dhe rruga Elbasanit e ndarë në 2 pjesë, trafiku pranë vilave gjermane dhe sapo kalon shkollën Kosova deri në rrugën George Bush kemi prezencë trafikut. Të dy krahat e paraleleve të Unazës, Farmacia 10, kryqëzimi Don Bosut janë 3 kryqëzime me trafik dhe bulevardi Zhandar Gjesh Fishta kanë situatë me prezencë trafiku dhe bulevardi Bajram Curri. Të pjesën e qendrës e montorova dhe në lidhjen e parë, qarkullimi për momentin në Tkaçet me pak probleme, pjesa tjetër që lidh Urani Panën dhe Xholulin dhe bulevardin Zogu Par janë të kalueshme, duke u bashkuar dhe lëvizja në rrugën Ibrahim Rugova, një segment që fillon nga Banka e Shqipërisë dhe mbaron tek fundi, tek ish garda e Republikës Shqipërisë. Kështu që andi sot jemi një raport me trafik, nuk e përjashtojmë, por edhe shi nuk ka shumë, pra ka filluar pak pikat e para të shiut, pra nuk është ka qenë nëse ka pas rreshje të dëndura të shiut, por theksojmë që me shtimin e shtetit të rreshjeve të shiut do shtohet dhe trafiku. Tani jemi një raport, i kemi jo më shumë se 15.000 mjetë në qarkullim, raporti është gati 70% e Tiranës, lëkundet bizgjis 65-70% ka krijuar situatën e trafik, por gjithmonë tendenca është në rritje, në bazë dhe të mondit që nëse përkeqësohet për rreshtin shiu, do vështirësohet akoma më shumë trafiku. Mirë Eldi, faleminderit, përshëndes, të uroj një ditë dhe punë të mbarë. Faleminderit dhe juve ditë të mbarë.
Faleminderit edhe një herë Eldit nga Taxi Lux të Albania. Ne në këtë moment nisim një herë komunikimin së bashku. Shqipëria në fakt është, le të themi, nën pushtetin e ujit. Tani nuk themi çdo pjesë e territorit, por ky është pak edhe një titull gazetar, sepse e keni ndjekur që ditësisht ku kanë qenë problemet më të mëdha, po durzisht e tmerr për zërtetës. Ne pyesim sipas jush si e gjykoni ju, pse përmbytemi shpesh herë edhe në shtëpi deri në themi, domethënë ata që kanë një moshë caktuar thonë pse nuk përmbyteshin vite më parë të tjerë apo pse nuk përmbyteshim edhe para 90-s. Mirëmëngjes, përshëndetje. Telefononi edhe me video call në aplikacionin WhatsApp me zë edhe me figurë. Përshëndetje, mirëmëngjes. Pse përmbytemi, gjithmonë sipas asaj që mendon gjithë secili. Urdhëroni, mirëmëngjes. Me që flasë për herë të parë për të vitë të roj, zohë për shërbezit e një juve, personalisht gjithë stafit të ujë mrekullueshëm. Faleminderit, ju përshëndes edhe unë uroj edhe në emër të stafit, e më vjen mirë që urove edhe stafin vit të mbarë, dhe shëndet. Pa tjetër dhe punë e vetën, nuk bëhet punë e vetën, kje përësishti. Absolutisht, gjallë në botë jojë, më thuaj. Atëherë, përse për këtë situatë dhe kryu me në gjithë të republikën tonë, pa tjetër që është pak e asaruar gjendja, dhjetë. Por, ne jemi mësuar nga shtëtila dhe popullë shqiptarë, ja dekë, dhe së dhe këtë rada do t'ja dalim, pa tjetër që dëmë edhe njëftë të konsiderushme. Zotri, po ngellëm duke ja dalë. Shpesh herë thonë, pse nuk përmbyteshim në kohën kur ju keni qenë miri? Në kohën para 90-s. Kishtë atëre situatë të tilla, aj pe durës të ndje. Ja, të kisha lafi tonë, jemi fajtorë vetë, ja i bëjmë. Ju dëgjoj, vjone. Atëre, me lirë të vazhdojmë. Po. Këte e mylla, do të them 2 lavës do të ende, po të kesh vështësi me ja për shkohën, përse për kesh zhvillimet. Vjoni se keni mbajtur zërin e televizorit ngritur e tjere. Vjoni, ju lutem. Atëre me lijo. Po. Me lijo. Gjithashtu, zotë, janë gjithashtu. Qa? Jo, të lutem. Mirë, të falenderoj të përshëndes. Ju lutem, sepse po humbasim kohë. Faleminderit. Të lutem mas një gjës personale, marrim një tjetër bisede, përshëndes zotrin, edhe uroj një vit të mbarë. Jo, ju lutem, muleni tërësi zërin e televizorit, dëgjojmë vetëm përmjet telefonit. Si me video call, ashtu edhe në letemi me telefonat së thjesht. Mirëmëngjes, sepse humbasim tërësisht kohë dhe krijohet një kakofoni. Bëhet edhe bezdisshme. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Mirëmëngjes, kënaqësi. Shqyqy që deri më tani në Shkodër nuk është e ka një situatë shumë të vështirë. Andi, situatat nuk është e vështirë, sepse nuk njihet nga ato që nuk janë këto, po njihet për ato që janë këto. Okej, edhe kjo qëndron. Na e thuaj atëre, na e thuaj. Kam një 2-3 zona të vogla, me thanë. Pa tjetër. Në shofë se më e të kohën. Pa tjetër. Kje dul kry ministri, edhe tha, situata ka Shkodër është nën kontroll. Nuk e di si është nën kontroll kur shkarkohen 900 metra kubuj në sekundë. Mirë, ka ndoshta edhe një limit edhe ajo, shkarkimet e tjerë. Pa mbrojtur as kënd, po ndoshta edhe ajo nuk ka. Nuk bëjmë asnjëri. Unë jam një nga ato që në shiun e parë jam përmyt. Po? Jam përmyt. Jo se kam pas në dampman, se kam sen një në ato që kam pas damin më të vogël. Po? Nga pjesa tjetër. Por më bojnë përshqipje disa gjona këtë thjeshta më thuaj. Nën pushtetin e ujit. Më thuaj. Ande sot nuk jena nën pushtetin e ujit. Sot jena nën pushtetin e mos menazimit. Vjoni zotër, ju lutem, pse po flisni edhe krijoni hapësira, po. Nën pushtetin e mos menaxhimit, po, tjetër. Nuk jenë nga fatkesia na tërore, se shiu kur bjen, shkon edhe ikin punë ti. Po? Po edhe 2 zonat vogla, si është, nuk e di kur del sola në për media,
a e pyet vetin, nuk dëgjoj andi. Lutem shumë, nuk më dëgjoj. Unë po ju dëgjoj ju dhe kjo është e rëndësishme, të lutem. Pse me 2 telefonata nuk... Sola, Berisha, a e pyet veten 35 vjet kryetar partije, që del sot para medjave, e para. Edhe e dyta, e fundit, nëse se në çdo vend Bashkimit Evropian funksionon lizi, si ka mundësi që nëse për disa ministra, kryetar bashkish, e tjerë, ishte urgjent hesja mandatit, pse vjen sot drama e Ballokut, që akuzot të paktën për 50 milion euro. Pyetja se kam drejt për drejt për ty, se s'mundëm jaf përgjigje ti, se këtë pyetje do t'ja kisha bo zoti trauma, po t'isha përballë ti. Jepi. A më të mëdhaja janë 700 euro të Ilirmet si u vranë 4 vet, apo 50 milion Ballokut. Okej. Faleminderit. Të përshëndes për telefonatën, ju kuptova edhe për të vijuar me një tjetër mendim dhe opinion. Përshëndetje, mirëmëngjes, sepse më besoni që minutat fluturojnë. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesi, zoti Muhamet, të përshëndes edhe vitë mbar sërish, këto ditë e para të janarit, nuk na lodhet goja duke uruar njëri tjetrin, edhe nëse e kemi bërë. Më thuaj. Bravo. Faleminderit shumë, por me thënë drejtën sot është shumë e trishtueshme sepse ngjarjet në Shqipëri me shirat e bollshme dhe me shpërthimet, ndërtimet pa leje, kanalet e mbushura. Ne jemi gjithmonë mbytur, sidomos nga zona e Shkodrës, mbi Shkodrës, kemi pasur gjithmonë përmbytje. Më kujtohet që është rreth viteve 63, 64, 66, kemi pas përmbytje drinjë të gjitha, por sot kanalet janë minimizuar pak, pavarësisht se rreshtet e shiut kanë qenë shumë të forta dhe të mëdha. Jo vetëm atje, edhe këtu, edhe në Itali, edhe në territorin italian, ka shirat jashtëzakonshme, por vendi jonë është për fatin e keq, edhe i pa angazhuar shumë me këto probleme, sepse thash, ndërtimet e shtëpiave në kodrat e kanaleve, mbushja e kanaleve, o burra hajde të bëjmë sa më shumë tokë, sa më shumë prona, sa më shumë mbyllim kanalet, po ne ja kemi marrë vetë shpirtin. E kemi zënë përfyti vetën tonë, këtu është problemi. Ndërsa, diçka tjetër do të them për atë Melinda Ballokun, si e ka, ose vetë kryeministra. Po, patjetër, ju dëgjoj. Nëse pas po të venosi gjykata kushtetuese i dashur Andi, ne lodhemi kot atje, ne diskutojmë kot. Është gjykata kushtetuese që do venos me 22-23 janar kur vendos, dhe pastaj merr fund gjithçka. Është krejtësisht e thjeshtë, është normale, nuk është nevojë bën debate, diskutime të ndryshme, shkojnë bëjnë protesta. Shumë ashtu, më vjen keq. Turoj një ditë marrë dhe besoj që inshallah do ta menaxhojnë mirë atë sistemin e ujrave, se nuk është edhe kaq e thjeshtë ta menaxhojnë, si thot dikush. Nuk është e thjeshtë menaxhohet në centrali i thjeshtë si komanit edhe asaj tjetër. Shumë. Të falenderoj. Ditë marr Andi, ju përshëndes. Do ta kaloj edhe këtë vështirësi të madhe që kemi. Ditë mbar edhe për ju përshëndes, ju falenderoj për telefonatën. Në këtë moment shkutemi pak shkurtimisht për një këshill shëndetësore për gjithë ata që kanë probleme me prostatën dhe na ndjekin në këtë moment. Natyra Therapy sjell Prostatol Complex, që është zgjidhja ideale perfekte. Ju ftoj që të ndjekim edhe materialin, shembujt e suksesit për të kuptuar pse keni edhe numrin e telefonit që shfaqet më njëherë në ekran, që mund ta telefononi më njëherë dhe ta bëni tuajin. Mirë, ndjekim këto momente së bashku me shumë, po besoj shumë interes parashikimin e motit edhe për shkak të situatës të krijuar në Shqipëri, e jo vetëm për sot dhe nesër. Një hapësirë me reklama dhe rikthehemi për të vjuar transmetimin e drejtë për drejtë.
Mirë, kështë Abstrar Flesht informativ, një përmbledhje situatës në vend. Në fakt dhe me njerë zhvendostem, aty ku situata mëngjesin e sotëm ka qenë më problematike në Vlorë, në një zonë afërsi të urës Mifolit, lumi Vjosa ka dalë nga shtrati. Kam në komunikim drejt për drejt kolegun Armand Xhelili. Armand, mirë mëngjes, përshëndes, çfarë situate ka pas shpinës tënde dhe në gjithë qytetin e Vlorës, cilat janë të dhënat më të fundit? Andi, mirëmëngjes, në fakt, si kur se tha dhe ju, reshjet të cilat kanë rënë gjatë ditëve të fundit, kanë bërë që niveli i Vjosës të rritë dhe konkretisht pranurës së Mifoli niveli ka kaluar 6.8 metra mbi nivelin e detit, çka ka bërë që Vjosa të dali në pjesën e pazarit ose në tregun e Gjësëgjallë. Normalisht nga ana e bashkisë dhe nga ana e njësisë administrative janë marrë masat për lajmërimin e të gjitha familjeve të cilat preken sa herë Vjosa ka pëson dalin nga shtrati dhe konkretisht janë 3 familje pranurës së Mifolit, si dhe 11 familje të tjera në fshatin Novosel, në të cilët janë në thuajse në afërsi të shtratit të lumit Vjos. Ndërkohë që po mbajnë në monitorim situata, prurje ka patur dhe vijon të ketë ende, kjo për shkak e të rreshjeve të cilat vinë nga Gjirokasta dhe nga Përmeti, ku sipas kontaktit të cilin pata pak më herët me prefekturën, niveli në Memalija është 6.5 metra, çka do thotë që të gjithë rreshjet në cilin ka rënë ande do të pasqyrohen pranë urës së Mifolit. Ajo që është disi me merak të pak kështu të specialistët nga prurje në cilën ka këtë herë, duket që janë shumë herë më të larta se hera e kaluar ku Vjosa doli nga shtrati vetëm në pjesën e pazarit dhe është meraku që Vjosa të shkaktojë më shumë dëmtime. Megjithatë dhe dëme, megjithatë grupet e emergjencës janë në teren për monitorimin. Probleme përveç urës së Mifolit, sikur se thash, ka edhe në zonën apo në bashkinë e Selenicës, ku ka pësuar shkarje të rrugës nacionale që lidh fshatin Kot me Ploçën, Sevasterin dhe fshatrat e tjera të bashkisë së Selenicës. Si pasojë e shkarjes së rrugës, është bërë devijimi i të gjitha automjeteve dhe qarkullimin në të aks, ndërkohë që janë vendosur dhe grupet e policisë me qëllim orientimin e automjeteve në një rrugë dytësore. Sikurse e kemi përmendur edhe nëpërmjet fleshit informativ, si pasojë e rreshjeve dhe shkarjes së dherave, ka patur dëmtime ose rëshkitje të 2 banesave në fshatin Vajzë të bashkisë së Selenicës. E kuptoj. Momentalisht, Armand, situata ndoshta edhe pas shpinës tuaj duket pak e qetë, nuk është se ka një vërshim, le të themi, shumë të madh, megjithëse niveli aty është maksimal, po nuk duket e situata, le të themi, e tmerrshme që uji në një farë mënyrë edhe gurgullon. Por çdo gjë është gati, domethënë, në nivelet krejt maksimale. Dhe me mira është që nuk ka rreshje shiu, të paktën aty, megjithëse ndikimin e kanë edhe prurjet. Normalisht ndikimi, sikur se tha dhe ju, e kanë edhe prurje dhe ndikimi pikërisht e kanë nga lumi Shushicë, nga zona nga lumi Shushicë në lumin e Vlorës, nga Gjirokasta dhe nga Përmeti. Megjithatë, prurjet nuk janë sikur se ka qenë herën e parë, por niveli i Vjosës ka ardhur në rritje. Këtë gjë pasqyroi edhe mbrëmjen e dieshme, ku në fakt për rreth një ore gjys niveli i Vjosës u arrit 60 cm, çka normalisht alarmoi edhe institucionet e bashkisë dhe të prefekturës. Por që prurjet priten të pasqyrohen në 6 orë në vijim. Mirë, duke falenderuar kolegun Armand Xhelili, na është bashkuar kolegu Elvis Tila për të parë pak edhe situatën në qarkun e Lezhës. Faleminderit edhe një herë Armand Xhelilit. Elvis, mirëmëngjesit, përshëndes. Si është gdhirë, si është zgjuar qarku i Lezhës sot, le të themi pas asaj situate të vështirë të ditës djeshme? Mirëmëngjes dhe ju përshëndes nga Lezhë. Andi, në fakt gjatë natës ka patur rreshje shiu me intensitet të ulët dhe kjo ka ndikuar në përmirësimin e situatës kryesisht në zonën e Lezhës dhe të Kurbinit, ku ishin edhe problematikat më të mëdha se i përket përmbytjeve një ditë më parë. Sipas të dhënave, por edhe vëzhgimi në terren, ka një evadim të ujrave në zonat urbane, konkretisht në qytetin e Lezhës, ashtu edhe në qytetin e Laçit, uji është tërhequr thuajse nga të gjitha lagjet ku kishte probleme një ditë më parë, ndërkohë që edhe niveli i lumit Gjadër dhe Drin ka rënë ndjeshëm, siç shihet edhe nga pamjet pas shpinës time. Jam
në pranë brigjeve të lumit Drin dhe tashmë ka rënë niveli më rreth 30-40 cm, çka po ndikon pozitivisht në këtë drejtim. Nga ana tjetër, sipërfaqet e tokës bujqësore të përmbytura kemi të konsiderueshme në dy bashkitë, në Lezhë dhe Kurbin, sipas përllogaritjeve janë rreth 2600 hektar, janë rreth 150 banesa të rrethuara nga uji, një pjesë të cilave edhe janë përmbytur në bashkinë e Kurbinit, ku kemi të evakuara 8 familje, ndërkohë që normalisht situata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm, pasi është parashikuar që të ketë rreshje shiu edhe gjatë ditës së sotme, ndërsa strukturat në terren po ndërhyjnë në pikat me problematike, pra duke bërë ndërhyrje emergjente me qëllim evadimin sa më shpejt të ujrave. Vëmendja më e madhe ose dëmet më të mëdha janë në bashkinë e Kurbinit, pasi gjatë ditës së djeshme si në qytetin e Laçit, ashtu edhe në fshatrat përreth ka patur vështrime të ujrave, duke depërtuar në banesa dhe biznese, por duke të mëtuar edhe automjete, sidomos në zonën e Sanxhakut dhe të Gjormit, ku vështrimi i ujrave malor krijoi një situatë mjaft problematike, por që me ndërprerjen e rreshjeve dhe me rënien e intensitetit të tyre, mund të themi se ditën e sotme kemi një përmirësim të ndjeshëm. Mirë, faleminderit Elvis, faleminderit për këtë komunikim, do të kemi tjera kontakte gjatë ditës dhe më është bashkuar kolegu Artur Koriku, kështu që falenderoj edhe një kolegun Elvis Sila për raportimet tjera gjatë ditës dhe për të njekur apostavi situatën. Artur, mirëmëngjes, si jeni kthyer sot? Më mirë. Po shqyr. Po? Ka pas një përmirësim të ndjeshëm, në fakt, për shkak se dhe shiu që dje mas dite pushoi dhe ajo që ra gjatë natës ishte shumë e moderume, pra nuk ndikoi as pak negativisht në situatën për të rënduar atë. Përkundër se sot rrugët e Durrësit janë gjithë të kalueshme nga automjetet, flas për akset kryesore që lidhin Durrësin me njësitë administrative dhe me qendrat e punës, me shkollat, me çerdhet, me kopshet. Siç duket dhe nga rrugën kam zënë jo kot këtë vend këtu, është pikërisht tek stadiumi ke kryqëzimi, ajo që ne dje e paraqitëm si një knet, pra një moçal me ujë ose një liqen me ujë. Sot është komplet tjetër situatë, siç duket dhe nga pamjet, rrugët janë krejtësisht të fara dhe gjatë kohës që unë prisja të bëja lidhjen me juve, nxënësit shkuan normalisht nëpër shkolla, sepse këtu është një sistem shkollash, janë 3 shkolla të mesme rrjedh njëra me tjetrën, ku vijnë qindra nxënës dhe mësues për të ushtruar aktivitetin e tyre arsimor. Ndërkohë që qarkullimi vazhdon normalisht, ndërkohë që pjesa më problematike tashmë mbetet zona e Durrësit të ri, që është një hap pas kësaj që unë po paraqes, dhe që është kryesisht e agravuar në zonën e Burgut të Durrësit. Janë rreth 100 shtëpi që ende kanë ujë në oborë dhe në brendësi të tyre, ndërkohë që problematike paraqitet një pjesë e Shkozetit, lagje 14, sidomos ajo që njeh zonën e Shtullës, sepse aty kalon kanali Urave të Bardha, i cili dje u derdh, pra e kaloi për masën e shtradit të tij dhe bëri që një pjesë familjesh të transferohen, të evakuohen nga ai vend dhe të shkojnë dhe të sistemohen, që të shkojnë në 2 konvalescenca, 2 shtëpi të pushimit, në plazh, në atë të Ministrisë Brendshme dhe atë të Ministrisë Brojtjes. Janë rreth 60 familjarë në 15 familje që janë zhvendosur, 18 familje që janë zhvendosur në zonën e plazhit. Ndërkohë që ekipet e emergjencës civile vazhdojnë normalisht punën për të kthyer normalitetin, por që do të kërkojë kohën e vet, pikërisht në këto zona të rënduara nga shirat e djeshëm që ishin të jashtëzakonshëm në raport me atë që kemi parë vitën e parë. Artur, po shikojmë, po ndjes pa dashur t'ju ndërpres edhe le të themi mbajni mend edhe që do doni të raportoni, se pam paralelisht edhe pamjet e ditës djeshme. Nuk po them në një bilans dëmesh do bëjnë autoritetet, po kam vështrimin që dëmet janë shumë, në automjete ka filluar edhe ajo. Dhe Durrësi gati ju e dini më mirë, ma thoni, nuk ishte parë ndonjëherë ashtu si dje, si ishte gati gjithë territori, jo disa zona të veçanta. Unë mbaj mend vitin 1993, që ka rënë një shi i tillë, orë po pushuar me rrebeshe të tilla. Se ka rënë dhe tjerë dhe ka pasur përmbytje, nuk është se s'ka pasur, po jo të kësaj natyre. Jo të kësaj natyre, sepse gjithmonë përmbyten ato zonat klasike që ne raportojmë gjithmonë. Tu ku ja mund ta shti, është shënditoria tek Buzdetit, ne themi Dursakët Volga, po që është emër toponimi vjetër, dhe rreth rrotullimi ke stacionit trenit. Këto janë zonat që, po se pjesa tjetër nuk e kanë ndjerë.
me kjo kuptohet dhe Durrësi i Ri, pra kjo sidomos kjo pjesa ke burgu që është një zonë gangren që nuk po gjen zgjidhje, sepse edhe dje që ishte gjithaj shiu madh, knehet çuditërisht, i pjesa më e madhe nuk ishte e përmbytur. I vetëm kjo pjesë, pra që unë mendoj që ka nevojë për një studim të mirë dhe një ndërhyrje inxhinierike për ta kthyer edhe këtë të paktën si shoqet e vet edhe për qark kësaj. Kështu që kjo situatë ishte jashtëzakonshme, në fakt dhe ka ra shiu shumë i madh, edhe nuk pushon, dhe ka ra rreth 7 orë shi rresht pa pushim. Kështu që bëri dhe atë që nuk do të them se edhe autostrada Tiranë-Durrës-Andi është e lirë. Pra të gjithë janë kthyer normalitetit sot, po shkojnë nëpër qendra pune, me të shofun. Ndryshe nga dje që nuk shive kam njeriu, vetëm ble gazetarë dhe ndonjë allergji që qarkullon në rrugë, kurse pjesa tjetër që ndruan të mbyllur brenda nëpër banesat e tyre. Mirë, faleminderit Artur, faleminderit për këtë komunikim të parë, do të kemi tjera kontakte dhe ditë dhe punë të mbarë sot edhe me gjitha për gjithë qytetarët e Durrësit që dje kaluan një ditë jashtëzakonisht vështirë. Faleminderit. Mirë, ishim me kolegun Artur Korrigu, fatmirësisht për sot një situatë më normale në qytetin e Durrësit, edhe ujë është rrequr nga rrugët kryesore. Ditën e djeshme ka pasur probleme, nxënësit po shkojnë në shkollë, gjithë punësuarit pra patjetër po shkojnë në ambient dhe punës, edhe është e hapur e aksesueshme, pra që nuk ka pranit ujit e tjerë, edhe autostrada po segmenti nga Durrësi në drejtim Tiranës. Në Gjirokastër do të zhvendosemi në këto momente, do të kemi në komunikim me njëherë për pak edhe kolegun Pironase, por gjatë mbrëmjes djeshme pas dite deri mbrëm vonë në Gjirokastër, patin situatë shumë të vështirë. Në fakt, bizneset përmbytura në lagjen 18 shtatori, këto janë edhe pamjet, forsat e ushtrisë atje kanë shkuar, ndërsa mëngjesin e sotëm, në fakt, rreth orës 7:25, kolegu Pironase na ka përditësuar të dhënat e situatës dhe ka bërë me dije se situata në qarkun Gjirokastër deri në këto momente, pra deri në orët e parë të mëngjesit, paraqitej në këtë mënyrë, aksi kombëtar Gjirokastër-Kakavi i bllokuar në zonën e Kordocës përballë fshatit Lazarat, edhe në vendngjarje, nëse cilësohen si vendngjarje, punonjësit e firmës mirëmbajtëse të cilët punojnë për hapjen e rrugës. Ka bllokim rrugës Gjirokastër-Valare në vendin e quajtur Ura e Aznakut, në pjesën më të madhe të qytetit Gjirokastrës ka prezencë të inerteve, të cilat kërkojnë edhe mjete të rënda për largimin e tyre të inerteve. Rreshje shiu ka pasur me intensitet ullët, pra në orët e parë të mëngjesit, rreth orës 7:30 minuta në Gjirokastër, rreshjet e shiut kanë qenë me intensitet të ullët, niveli i lumit vjosa, pra në Memaliaj, ne thamë të kura mi folit ka shkuar 6.8 metër, po në Memaliaj 6.5 metër, dhe në bashkitë e tjera të qarkut të Gjirokastrës nuk raportoheshin situata problematike apo emergjente. Por këto janë pamjet edhe të mbrëmjes djeshme. Fakt, uji ka vërshuar në biznese dhe nuk është të Gjirokastra nuk ka pasur përmbytje, ka pasur, por pak e çuditshme vërshimi i madh i ujit e tjerë, sepse është një qytet i rrëpir. Besoj gjithë e dinë ata që kanë qenë në Gjirokastër, ose që edhe thjesht mund ta kenë parë, ja e shohin, pra që uji lëviz, largohet e tjerë, por ka pasur prap përmbytje inerte, ka marrë para, themi gjithçka ka gjetur, bizneset që janë përmbytur në lagjen 18 shtatori, kanë pasur problematikën më të madhe, inertet edhe në rrugë, prezencë inertesh, mbetjesh, le të themi edhe në rrugët e qytetit dhe në ato segmente të cilat i përmendëm. Me kam në komunikim kolegun Pironase në këto momente. Piro, mirëmëngjes të përshëndes. Çfarë situate kemi? Besoj me vështira. Më dëgjon Piro? Okej, pak sekonda sa të jemi krejtësisht gati. Piro, mirëmëngjes, më dëgjon. Ku ndodhesh eksaktësisht aty pas pinës tënde, nuk dian inertet për shkak këtyre vërshimeve dhe përmbytjeve, apo çfarë situate kemi? Andi, nuk e di nëse më dëgjon apo jo, dëgjojmë. Kam audio apo jo. Dëgjojmë, jemi në rregull, mund të vjosh ty. Atëre, po, jemi në qendër të qytetit Gjirokas, në pjesën e poshtme të lagjes 18 shtatori, aty ku mbrëmjen e djeshme ka qenë e mbushur me ujërat të cilat kanë qenë të ardhura nga dy prent e famshëm të Gjirokasës, Proj Fisos apo dhe Proj Shuvos,
ku kjo situatë e tashme që ndodhet në këto momente, dje ka qenë ujë deri në këtë nivel, Andi, pra gati 70 cm. Sot pasojat janë të merësisht të mëdha, janë gati 70 bizneset të cilat janë dëmtuar, u ka shkuar inertet apo ujrat brenda, kryesisht janë biznese në lagjen 8 Shtatori ku ndodhemi pikërisht tani në këto momente. Dëmtimet janë të shumta, janë dëmtuar infrastruktura rrugore, infrastruktura kryesisht e përcjelljes së ujrave të bardha dhe infrastruktura tjetër e nevojshme për qytetarët dhe për kopshtorët që frekuentojnë këtë pjesë të qytetit të Gjirokastës. Tashmë në teren, në fakt, prej mbrëmjes së djeshme janë punojnësit e ndërmarrjes së shërbimeve të Bashkisë Gjirokastës, të cilët po punojnë me intensitet për evadimin e këtyre mbetje dhe inertë, dhe kuptoj. Nga vërshimi i prejnëve këtu në Gjirokastës, po. Dhe ndoshta situata është në raport me orët e para të mëngjesit sotëm ndoshta është paksa më e mirë, pasi qarkullimi i autometeve po vazhdon të normalizohet në të gjitha këmbështrimet e pjesës së poshtë të qytetit të Gjirokastës, të lagjes 8 Shtatori, ku për herë të parë, mund ta them Andi me plot gojë dhe sipas informacioneve që unë kam marrë, për herë të parë është përmbytur kjo lagje qysh kur hera e fundit ka qenë në vitin 1945, ku është përmbytur kjo zonë e Gjirokastës, pra pjesë e poshtme, pasi në 45-ën kjo lagje nuk ekzistonte, ishte një lokacion i braktisur, por që është herë e parë që është përmbytur kjo lagje nga vërshimi i ujrave të prejnëve të Ficos apo dhe të Qullos. Piro, të lutem pak shumë shkurt, çfarë situate ka dhe në zonat e tjera? Shumë shkurt. Andi, deri më tani ka probleme vetëm qyteti Gjirokastës. Zonat e tjera përreth Gjirokastës, pra Bashkia e Lipovës, Memalia, Tepelenës, përmetit të Cyrës, janë bashkitë të cilat nuk janë prekur kaq shumë. E qartë. Mirë, Piro, faleminderit për këtë komunikim të parë, do të kemi dire kontakte me gjithë kolegët edhe më vonë gjatë ditës për ndjekur apostapi situatën që është dhe të tjera që do të shfaqen. Kalojmë këto momente një mësim me reklama dhe rikthehemi vjojmë me shtypin ditës dhe jo. Rikthehemi në studio dhe për pensionet, si ndryshojnë në janar, ku ka dhe një rritje fakt moshës pension, të daljes pension për gratë, këtë do të diskutojmë me detaje në këto momente. Më është bashkuar në studio dhe përshëndetem me të, zoti Kujtim Hoxha, ekspert për pensionet. Mirëmëngjes, zoti Hoxha, kënaqësi që të kemi sërish në Report Televizionit dhe në programin e mëngjesit. Unë kam lançuar që në hyrje të programit fakte dhe nëse ka shqetësime dhe paqartësi nga qytetarët, mund të telefonojnë dhe të na bëjnë pyetje, megjithëse kohë në dispozicion nuk është na mbeti shumë. Së pari, çfarë ndryshimesh ndodhin eksaktësisht? Janë ato që ne i kemi përmendur, pra rritja e pensionit që nga janari 2026 nga ky muaj me 1.800 lekë edhe me radhë, apo duhet të dim dhe gjëra të tjera? Në lidhje me zbatimin e vendimit qeverisë për atë pjesë bonusi që do të merret në mënyrë të shkallëzuar për vitin 2026. Ne themi bonus apo rritje, apo është një lloj rritje në formë bonusi, ndërsa shprehet kombesim. Kompensim të të ardhura. Kompensim të të ardhura. Kullafemi i gjetur. Kompensimi të të ardhura. Se edhe kjo është bërë. Edhe sipas këtij vendimi, të grupuara ato siç i kemi thënë pensione të plota të pleqërisë, pensione familjare dhe pensione invaliditeti, të grupuara në pensione rurale dhe urbane, gjithashtu edhe pensione të plota dhe të pjeshme. Por në lidhje me zbatimin e këtij vendimi, është parashikuar që ka një kufizim tavan në lidhje me këtë kombesim. Po që do të thotë? Për të gjitha kategoritë ka ndonjë kufizim? Për të gjitha kategoritë. Ka ndonjë kufizim? Për shembull, themi, po i marrim me radhë, pensionet e plota të pleqërisë. Ata që mund të kenë rritje 1.800 lekë. 18.000 lekë. Atëre,
të gjithë trajtohen me 18.000 lek, po kufizohen në kufirin e 20.000 lek të rinjve. Që do të thotë, nëse ka pensione mbi 20.000 lek, mbi 400.000 lek të vjetra, atëra ata nuk e përfitojnë. Nuk e përfitojnë. Pse, kështu për sa këtë vërtet ky vendim? Kështu ja e kam këtu për para, dhe e kam marrë. Dhe kisha një shokun... Sepse edhe, po, ju më tregoni rast edhe unë lexova dikë që tha, mora pensionin, por nuk mora këtë 18.000 lekë. Po ka shumë raste, dje kam patur telefonata dhe prezenca ti në zyrë në lidhje me sqarimin për problemet e tyre dhe i pash pozicionet të kishte. Në mënyrë specifike, përfitojnë 18.000 lekshin, të gjithë ata që kanë fituar nga ligjit 41-71, të gjithë ata që kanë përfituar nga neni 93, nenat me shumë fëmijë, të gjithë ata që kanë fituar nga ligji 150-2014, që është për naftëtar, të gjithë ata që kanë përfituar nga ligji 29-2019, janë naftëtarët, janë metalurgët, janë minatorët, por me kushtin që të mos e kalojnë të nivelin e 20.000 lekë. Nësa këta po thuaj se të gjithë e përfitojnë këta kotije që thash. Nuk përfitojnë. Pra ata që kanë pension të plot pleqërie në vitat plotë e pune, përfitojnë 18.000 lekë në vjetër çdo muaj nga janari. Po jo më shumë se 40.000 lekë. Jo ata që kanë pension momentalisht më shumë se 40.000 lekë apo 400.000 lekë. Kush preket më shumë nga këta, nga ky kontingjent? Preken më shumë të gjithë ata që marrin krahas pensionit pleqërisë marrin edhe pension tjetër suplementar. Ku futen? Ushtarakët, policët. Futen ata që kanë kryer funksione kushtetuese. Do të thënë përgjithsisht ata që kanë pensionet lartë. Pensionet lartë. Dhe që e kalon këtë dardha e pas ka bishtin prapë. Se kemi mua që mi marrë me këtë, po këtu kufizim. Këta e kufizojnë. Ndërkohë, përfitojnë nga ky bonus, përfitojnë familjarët e atyre që kanë rënë në krye të detyrës, siç ka qenë për shembull pilotët, ka qenë policë, ose edhe kontingjentet tjera që janë shpallur dëshmorët, atë deut, për shembull, edhe e përfitojnë këtë 8.000 lekë. Përfitojnë njëkohësisht, veç këtyre kontingjenteve se janë 74 lloje, duhet i marrësh me radhë specifiket. Kështu që është po ky kufizim është vetëm për ata që përfitojnë këtë 18.000 lekë të vjetër? 18.000 lekë. Këta kategoritë e tjera. Kategoritë e tjera fillojnë. Ka ndonjë kufizim ato? Invalidet, kemi thënë që përfitojnë 600 lekë. 600 lekë, pra 6.000 lekë të vjetra. 6.000 lekë. Por këta vënë deri në kufirin e 30.000 lekë të rinj. Nëse pensioni i invaliditetit është më shumë se 30.000 lekë, nuk e përfitojnë. Nuk e përfitojnë këtë 6.000 lekë. Ta supozojmë, kishe një rast dje, mirë të 297.000 lekë. Ka që mërë të pensionin e invaliditetit. Të është mua më kam vendë vetëm 3.000 lekë. Po, me drejtë, sepse ky duhet të mërë të 303.000 lekë. Nëse bëja 6.000 lekë. 6.000 lekë, po kufizohet fikrish me këtë 300.000 lekë. Po të tjera kanë kufizim familjarja, po... Kanë edhe familjarët, kanë edhe pensionet, të gjitha llojet e pensionet kanë kufizime. Ata që janë të pjeshëm, kufizohen deri në kufiri, marrin 8.000 lekë. Po. Ata që janë në punë shtet. Çdo muaj, por... Por jo më shumë se kufirin e 22.000 lekëve. 220.000 lekë. Po e kalovi këtë? Nuk merë. Dërpritet deri këtu. Merë aq sa të plotësohet 220.000 lekë. 220.000 lekë, pjesa tjetër mbet. E kuptoj. Po? Këtu, pastaj ka problemet tjera të cilat duhet t'i sqarojmë, se thonë njerëzit për shembull një pjesë që unë kam plotësuar moshën për pension pleqërie brenda këtyre vitit 2025, por se kam marrë akoma. Çfarë bëhet me mua në periudhën që unë do ta përfitoj? Pra, edhe këti do t'i llogaritet pensioni pleqërisë, si që llogariten pensionet e tjera, dhe do futet në këto kategori, do trajtohet në vazhdim. E kuptoj. Ta marrim, do t'i rikthehemi nëse ka dhe diçka tjetër që nuk e keni sqaruar, dhe kjo është me shumë, po shumë interes, dhe të falenderoj shumë. Ta marrim një telefonat, ndoshta edhe një pyetje dhe një shqetësim. Mirëmëngjesi, urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje zonjë, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Vitë mbarë të gëzuar. Po. Gëzuar vitin mbarë edhe për ju. Faleminderit. Na thua, ju dëgjojmë. Jam e interesuar për pensionin e burrit, mori dje dhe nuk ju ka bë shtesë. Po pra, na thuaj konkret. 255.000 lekë të vjetra. 255.000. Çfarë kategorie pensioni merr, besoj, ë? Kjo është pyetja. Çfarë kategorie pensioni merr?
Pension në pleqërie si gjithmonë. Po me vitet plota, po? Si pas... Me 35 vjetë, po unë 4 vjetë nuk ju kanë gjithë akoma se i mungoj. Atëre, si pas shpjegimeve tuaja, burri tuaj merr një pension të pjesshëm pleqërie, pra jo me vitet e plota, për këtë shkaqe që ju përmendet, pra si ka gjetur vitet, dhe për këtë shkak, ai duke patur një pension 255.000 lekë të vjetër, ai kufizohet se deri në 220.000 lekë marrin pensionet e pjesshme të pleqërisë. Shtesën ai duhet të kishte 8.000 lekë të vjetra. 8.000 lekë të vjetra. Duhet ta kishte. Por nuk e ka marrë fare zonja, as një shtesë as Jo. E mori dje nuk ka marrë fare. Edhe nuk do ta marrë. Besoj, jo të kuptoj. Patjetër. Nëse do të kishte vitet e plota, duke futur këto vite dhe nëse e realizon gjatë këtij viti, ajo i fillon me të drejtë përfitimi, sepse është brenda 40.000 lekë. Zonjë, e kuptove shpjegimin e zotit Hoxha? Po, e kuptova, nëse do ketë vitet e plota, do merrte 18.000 lekë. Ati i mungojnë dhe 4 vjetë. Të kuptoj. Po pra, nëse e standardizon këtë vitet si punë brenda këtij viti, dhe shprehet qoftë me atë komisionin rajonal që ti njoh ato vjetësinë e punës, ose edhe me këto komisionet e tjera, ai fillon trajtohet pavarësisht se ka marrë janarin, ose s'mund ta marrë shkurtin ose marsin, do të filloj me prapa veprim t'ia sistemojnë nëse ja njohin, po themi gjithmonë. Nëse ja njohin, ato 4 vitet do marrë me 18.000 lekë. Eksaktësisht zonjë është ajo që unë për shembull nuk e dija, se ne kemi folur shumë. Zoti Hoxha që është ekspert për këtë çështje, prandaj e kemi ftuar dhe nsteroj, është kjo, le të themi që prapa veprimi apo darda e ka bishtin prapa, që këto pensione urban i pjesshëm që futet kategoria e bashkëshortit tuaj, ne dinim taksativet rritja 8.000 lekë të vjetra, një janar, shkurt e tjerë. Por, ne nuk dinim kufizimin. Dhe këto thot zoti Hoxha, që ata që kanë pensionin familjar të pjesshëm, urban familjar, urban të pjesshëm, nëse e kanë mbi 220.000 lekë pensionin aktual, nuk e përfitojnë fare këtë gjë. Dikush që ka 218, për shembull, do marrë vetëm 2.000 lekë të vjetra, që të bëhet 220, dhe ky është ai tavani që pas kanë vendosur. Kjo është e çuditshme, po ja kështu është, zoti Hoxha na e thotë, dhe ajo që ju thoni e vërteton të gjithë këtë. Po mirë, ato vitet e punës, mund t'i kërkoni juve, mund t'a i kërkoni, se janë para 90, para 85, janë 4 institucionet i kërkojnë shumë. Atë me iniciativën e individit duke zbatuar procedurat e kërkimit, ato sistemohen pastaj, po ka një rregull që sistemon individi. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit të përshëndes për telefonatën, po nuk e di nga unë e përshëndes këtë që më shkruan, po thot pak me shaka, pyete zotrina e përfiton shtesën kryeministri Edi Rama, po është marrëdhënie pune, nuk ka dalë ende në pension. Kur dalë në pension, por ata deputetët jo. Deputetët me pagat që marrin, ata që kanë qenë deputet nuk e marrin. Nuk marrin fare. Kështu që deputetët nuk e marrin. Nuk marrin. Ata që kanë qenë pjesë, këta që janë aktiv, titull profesor, doktor, nuk e marrin. Nuk e marrin, se mblidhen këto. Pensioni i pleqërisë me ato përfitimet e tjera, të themi. Pensioni suplementar për ushtarakët, edhe këta që janë me titull, po t'i grumbullosh ato... U shkon më shumë se 400.000 lekë të vjetra në 400.000 lekë. Do me thënë, në këtë vendim, është pasur parasysh që të mbështeten më tepër ata që janë me të ardhurat pakta. Këtu ku futen, për shumë 8.000 lekëshin, e marrin të gjithë ata që marrin pension social, që nuk e përmendën me, marrin të gjithë ata që marrin 100.000 lekësh. E përfitojnë në këtë bonus prej 8.000 lekësh, përfitojnë gjithashtu 6.000 lekëshin thamë për ata që janë invalid, po duke u kufizuar në tek 200.000 lekëshin. Dje pata një telefonat nga një miku tim nga Koça, nëse në ndjek, po edhe të tjerë si për atë, si gjithë ata që marrin pension të parakosh mushtarak. Trajtojnë me këtë 8.000 lekësh, po dhe në kufirin e 18.000 lekë është përcaktuar. Kush merë më shumë se 18.000 lekë nuk e përfiton. Nuk e përfiton, edhe këtë. Po tani, 400.000 lekë ishte një tavan për ata që marrin këtë 18.000 lekëshin e vjetër. Tavani tjetër ishte për pensionin e pjesshëm 300.000 lekë të... Eshte për invalidët. Për invalidët, 300.000 lekë të vjetër. Invalidët, po, për invalidët. Marrin 6.000 lekë, po, jo më shumë se 30.000 lekë. Jo më shumë se 30.000 lekë. 8.000 lekë marrin ata që kanë pension urban,
Të pjesshëm, por jo më shumë se 220.000. 220.000 lekë të vjetra. Unë po flas me të vjetra, nuk do ta bëj në fakt, do të flas me të reja, po ndoshta kështu kuptohemi më shumë. Po ata që përfitojnë këtë rritjen e shtesës për 10.000 lekë të vjetra, çfarë kategori është? Këta janë parasysh të gjithë ata që marrin pension fshatit, po themi, që janë në zonat rurale dhe marrin ata 10.000 lekë, por jo më shumë se 180.000 lekë, ata që marrin të plotë. Do me thënë, vjetësinë e punës e ka në të shumtin, e ka në kooperativë, se mund të ketë në njeri që ka dhe përzjere, që ka disa vite për në shtetë, ose ushtrinë, ose ka derdhur kontribute si bujk privat për periudën pasën e 13-shit, për në total, a ju plotëson vitet. Kemi një tjetër telefonat, mirë mëngjes të përshëndetje, të kishim kostot edhe një 2 orë të tjera, po koha fluturon. Përshëndetje, zotëri, mirë mëngjes, të gëzuar dhe vitin mbar. Vitin mbar dhe për ju. Na thuaj, ju dëgjoj. Po. Punuar 18 vjet në naftë, pjesën tjetër në kooperativë, edhe me gjithë status e naftarit, sa përfitoj? Ju duhet të shprehni njerë sa merrni, që unë të them. Sa merrni pension? Marr 200.000 lekë sot aktualisht. Edhe njerë të lutem sa? 277. 277. Juve me qenë se jeni përfitues i ligjit 29/2019, pra me statusin e naftëtarit, po kështu futen edhe këta që ka në të metalurgut ose të tjerët që janë minatorë, këta përfitojnë 18.000 lekë, sepse me rastin që tha zotëria nuk e kalon atë kufirin që është parashikuar. Sa përfiton zotëria? 18.000 lekë. 18.000 lekë të vjetra, i merr që nga janari. Pra 277 plus 18 janari, në njëjta gjë me shkurtin. 277 plus 18 me marsin e tjerë. 3 vite pun kam. Të tëra. Sa? 33 vite të gjitha. 33 vite kam të gjitha. E këtë pjesë. Si do që tjetë, ju keni fituar statusin e naftëtarit, me ligjin 29. Kështu që bi bazën e kritereve që ka patur në momentin që ju keni përfituar statusin e naftëtarit, nëse keni fituar. E keni fituar statusin? E ka fituar. Po e marim të besushme, do mëjnë 19.000 lekë. 18.000 lekë. 18 të vjetra, zotëri. Të falenderoj, të përshëndes, këtu jemi që të marrë dhe një tjetër bised. Faleminderit, shumë shkurtimisht kemi edhe një zonjë mos gaboj në komunikim. Mirë mëngjes, zonjë, përshëndetje. Mirë mëngjes. Vitin mbar dhe gëzuar, vetëm të lutem pak shpejt se... Gjithashtu, unë kam punuar në naftë dhe na kanë nxjerrë nga puna, na shkurtuan në 94. Mirë po, kur dola në pension, 80.000 lekë më zuri pensioni. Tani, ka vajt 120.000 lekë, 127 mos gaboj. Unë e përfitoj tani këtë shtesë pensioni? Vitet e punës, patjetër që s'kanë që të plota se në nëndzori reforma atëherë. Përfitoni këtë kombesil, e përfitoni në masën 8.000 lekë. Statusin e naftëtarit nuk në i dhanë se në qëjtë nuk e ke marë. Të lutem të gjymë pak zotin Hoxha. Ju meni pension të pjesën pleqërie, pra me vite mangut, si që thonë gjune për diqme qytetarë, po pension të pjeshëm, dhe si pas asaj, ju nuk kaloni atë 220.000 lekshin, kështu që do fitoni atë 8.000 lekshin e vjetër. Përfitoni zonjë 8.000 lekshin e vjetër, po e them në këtë mënyrë. Pra nga 127 sa e ke dhe 8.000 lekë vjetra. E keni çdo muaj, në janar do e merrni 127 dhe 8.000 lekë, dhe në shkurt 127 edhe 8, edhe në mars të tjerë, se kështu vazhdon ajo. Nuk është në shkurt bëhet 16 ajo 18 që. Mbetet 8. Ajo është konstante. Por është konstante. Faleminderit. Faleminderit të përshëndesim për telefonatën. Zoti Hoxha, faleminderit. Faleminderit shumë sepse koha fluturoi, ishin shumë të rëndësishme këto sqarime, sepse ja shumë pyetje kishte ka akoma. Koha fluturoi, të thash edhe 2 orë tjera po të kishim do të bisedonim, ka akoma, besoj do të kemi herë tjetër mundësinë. Por besoj se sërish sqaruam diçka shumë të rëndësishme ato tavanet për ata që na ndjekin, sepse edhe ju i kishin mbytur me pyetje edhe në përditshmërinë tuaj. Faleminderit dhe ditë mbar, kënaqësi. Faleminderit ju që na ndoqët, mbritëm fund të shtypit ditës dhe ju për mëngjesin e kësaj të mërkure. Qëndroni me Report Televizion, vjoni mirë me rrezet dielli, ju shikim të këndshëm dhe mirë të kofshim së bashku.